Të dashur shqiptar, kur blen një lojë japoneze, duhet ta përkthesh etiketën se çfarë kuptimi ka kjo lojë japoneze. Dhe unë kujtoja se ishte diçka zbukuruese. Kjo dora që lëviz ka kuptim godite, por jo bjeri. Kjo ka kuptim tjetër në japonisht. Për shkak se japonezët janë një shoqëri shumë e vjetër dhe nuk kanë dëshirë që të bëjnë dashuri. Pra kjo lojë ju kujton japonezëve që duhet të bëjnë fëmijë. Tani ti e blen dhe kujton se kjo është lojë. Kjo është thjesht për t'ju kujtuar japonezëve që është momenti që ti thuash gruas, e dashur grua, hajde zbavitemi pak. Çfarë ndodh? Kjo është ndryshimi kulturor midis kulturës shqiptare dhe kulturës japoneze. Pra kur nuk di japonisht, ble një lojë që ka kuptim tjetër në japonisht. Ti e përkthen ndryshe në shqip, se s'di japonisht. E njëjta gjë ka ndodhur të dashur shqiptar në himar. Toponimet e himarës janë këto. Himaros për ua dimri, dhe jo për bindësh i dimrit, si që kujtoja unë. Potam, ka kuptimin potamos, lumë, dhe jo si që kujtonim ne për bindësh dragua i lumit. Është thjesht fjala lumë në greqisht. Dhromi, toponim në himar, ka kuptim rrugët, shkruhet dhromoj. Në hartat topografike në Greqi, dhromoj quhen rrugët. Potamoj, potami quhen lumenjtë. Dhe dhrumadhe do të thot drurët në greqisht. Është emri i dërmiut. Drurët. Lumenjtë, potamoj, potami. Dhromi, dërmiu, dhromoj. Rrugët në greqisht. Po ç'është kjo? Këto toponime nuk ekzistojnë në asnjë dokument bizantin, sepse Akademia e Shkencave të Shqipërisë e ka studiuar të gjithë literaturën bizantine, nuk ka gjetur toponime të tilla. Nuk ekzistojnë këto toponime tek autorët e lashtë, Helen, për Ilirin. Kur lindën këto toponime? Këto toponime lindën në legjendën e hartës që i dërgojnë topografët grek Komisionit të Shqyrtimit të Kufive të Shqipërisë në vitin 1919. Dhe ata ankohen që presidenti Wilson nuk e pranoi coptimin e Shqipërisë dhe dhënien e veriut të Shqipërisë Greqisë. Dhe ja dërgojnë këtë hartë Kongresit Amerikan në vitin 1919. Dhe në këtë hartë është legjenda e hartës. Potamoj, potami. Dhromoj, dhromi, dërmiu. Drumave, drurët. Pemët në hartë, për të shënuar në hartë. Është hartë e bërë nga topografët grek që kundërshtuan vendimin e presidentit amerikan për anullimin e traktatit të Londrës. Kufit që kemi në sot i kemi nga presidenti Wilson. Ndryshe nuk do ekzistonte Shqipëria fare. Pra mbas luftës së parë botërore, Shqipëria duhet të coptohej midis Italisë dhe Greqisë. Pra Italia nuk është mikja jonë dhe s'ka qenë asnjëherë. Sepse ne kemi qenë të pushtuar nga Roma për më shumë se 500 vjet, ndërsa kemi qenë të pushtuar nga helenët që nga shekulli 8 para erës sonë. Të gjitha qytetet ilire kanë emra Helen, sepse janë koloni helene. Në Dalmaci, Kroaci, breg deti në Shqipërisë dhe grekët sot po na e marrin detin para syve tanë dhe nuk ka asnjë lloj proteste nga shqiptarët. Ministri i Mbrojtjes është grek. O Zoti i Madh. Pra,
Ç'kemi bërë ne? Kemi marrë hartën greke të vitit 1919, ku shkruhej Potami lumi, Drumadhe drurët, Dhromi rrugët, Himaroi ose Himari janë përrenjt dhe Himaros është përrua. Dhe i kemi bërë neve toponime të Himarës. Ne shqiptarët, kaq të mençur jemi. Dhe më thënë, grekët na e kanë ofruar dhe neve këta hartë. Edhe amerikanëve. Amerikanët e hedhin poshtë. Ne i bëjmë toponime. Këta janë toponime të vitit 1919. Nuk kanë ekzistuar më përpara. As Himaros, në asnjë dokument helen. As Potam, as Dhromi rrugët, as Drumadhe pemët. Dhe më thënë, duhet ta shikosh hartën që ata i quan Kongresit Amerikan, që ta kuptosh që ne helenët na ka bërë me 4 bajame. 2 i kemi natyrale në fyt, po na kanë dhënë dhe 2 të tjera helenët. Na kanë bërë me 4 bajame helenët. Sepse ne shkojmë në dyqanin japonez dhe blejmë një lojë që kujtojmë se është lojë për të zbavitur. Kjo është një lojë që kujton të moshuarve që duhet nganjëherë ta përqafojnë njëri tjetrin. Kjo dora që lëviz në japonisht ka kuptimin bjeri gruas, jo tavolinës. Ndryshimi kulturor japonez-shqiptar. Po ashtu ndryshimi kulturor midis topografëve grek dhe shqiptarëve që s'din greqisht. Kjo është harta e ndarjes së Shqipërisë. Legjenda e hartës është marrë nga shqiptarët dhe janë bërë toponime. Potami, Dhromi, Drumadhe, Himaros. I shkreti unë. Kam bërë 4 filma për Himarën. Dhe himariotët i kanë përdorur filmat e mi. Po fatmirësisht, në dokumentat greke thuhet që është përrua dhe jo përbindshi i Himarës. Kjo ka qenë ideja ime e gabuar sepse unë nuk e dija që shqiptarët janë kaq koktrash sa që marrin legjendën e hartës së ndarjes së Shqipërisë në copa dhe i bëjnë elementet e legjendës së hartës toponimet e Himarës, që nuk ekzistonin kurrë. Nuk e dija që deri në këtë shkallë ka rënë poshtë kombi im. E dija që ne i themi vetes drilon, që në gjuhën greke do të thot organ mashkullor, është lumi i drinit. Drilon në greqisht. E dija që e kemi bërë këtë në emrin e krahinës së drilonit, e dija që udhëheqësi shqiptar i kalonte pushimet në drilon, dhe askush nuk i tha që kjo do thot organ mashkullor, o zoti, o shoku, Enver Hoxha. Kaq poshtë ka rënë populli shqiptar. Kaq poshtë. Shikoni hartën se do të shmendeni. Do e kuptoni se çfarë ka ndodhur, që është një turp i madh i botës. Të dashur shqiptarë, sot jam bindur plotësisht që jemi drilona, siç e shikoni në legjendën e hartës së ndarjes së Shqipërisë në copa. Plani i Londrës, ky është traktati i Londrës në këtë hartë i pasqyruar. Janë në greqisht Dhromi rrugët me të kuqe. Janë Potami me blu. Janë Drumadhe me jeshile, pemët. Dhe është Himaros, po ashtu me një blu të thellë, përrua. Dhe këto janë bërë pra toponimet e Himarës, që nuk ekzistojnë në asnjë dokument bizantin, si ka gjetur njëri deri më sot. Ky është një turp kaq i madh, kjo që ka ndodhur, sa që shqiptarët nuk do dinë ku të futen sot e kësaj dite. Të dashur shqiptarë, kjo që ka ndodhur është shumë e rëndë.
Shumë e rëndë. E kemi kaluar atë kufirin e majmunërisë. Kemi përdorur hartën e coptimit të Shqipërisë, legjendën e hartës, ku shkruhet lumi Potamos, pemët Drumadhe, rrugët Dhromi dhe Himaros Përua, legjendën e kemi marrë ne dhe i kemi bërë toponime në Himar, mbas vitit 1919. Qeveria asaj kohe është e përgjegjshme për një gjë të tillë. Sepse ne jemi një popull analfabet, njerëz të çmendur pellazg. Këtë gjë bën zonja Kocaqi, na ka bërë neve pellazg, banor të Thesalisë. E kuptoni apo jo? Na ka bërë neve grek, na ka ndryshuar identitetin kombëtar. Në shekuj jemi quajtur arbëror, njerëz të bardhë, ajo na bën evgjit. Sklever, në Thesalonika quheshin penestët, pellazg gjithashtu. Pellazg do thot penest. Penest vjen nga penesteia, sklavëria, nga fjala penes, i varfër, në gjuhën greke, dhe penest quheshin dibranët, fisi më i madh i lirë, penestai. Në numër shumës, dhe penestai quhen pellazgët në Thesali. Në zonën një Kocaqi ne na ka bërë pellazg, na ka mbushur mendjen neve. Një zonjë nga Pradeshi. Ky është niveli ynë kulturar. S'më shkonte mendja në botë që shqiptarët do përdornin hartën e ndarjes së Shqipërisë në copa, kthimin e Vorioepirit Greqisë. Kjo është harta e Vorioepirit, ku shkruhet Potami, lumi, Dhromi, rrugët, Dhërmiu, Drumadhe, krahina e Dhërmiut, pemët në greqisht. Himaros, Përua, dhe mua më duk përbindësh i bukur i gjetur tek etruskët. Pa thjesht me njëra, Himara. Është një dhi përbindësh i dimrit, i gjetur dhe tek hititët. Po këtë nuk e dinin fare himariotët, se kishin idenë që kjo ishte përbindësh i gjetur tek hititët. Ata shikojnë filmat e mi dhe kanë hapur faqen e përbindësit të Himarës, koka e dhis, mbas filmave të mi. Kjo është një tmerr. Kanë shfrytzuar filmat e mi dhe kanë pranuar vërtet që ky është përbindësi i Himarës. Po mua s'më shkonte mendja në botë që shqiptarët janë kaq të trashë sa marrin legjendën e hartës për ndarjen e Shqipërisë, kthimin e saj Greqisë, marrin legjendën, lumi, rrugët, përoi, drurët dhe i bëjnë toponime në Himar. Kjo ka ndodhur. Merr frymthell. Ky është zbulimi im. Shqiptarët kanë përdorur vetë emrin Drilon, nuk na kanë thënë neve grekët Drilon. Ky ka qenë emri lumit Drilon. Fara e kosit në greqisht. Dhe ne pim kos, Helen, kos grek, dhe i themi vetes Drilon. Vetë, nuk na kanë thënë ne grekët Drilonas. Ilirët i kanë thënë vetes Penest, ose Pellazg, sepse Pellazgët quheshin Penest, Sklever, në Thesali. Dibranët e kanë marrë vetë këtë emër, nuk na kanë quajtur ne grekët Penest, Penestai. Dibranët kujtonin që ky ishte një emër i bukur Pellazg. Kjo do thoshte Sklevrit në gjuhën e Thesalisë. Në Dibër, atje ku kam lindur unë, nuk ka patur grek. Dibranët e quhen vetëm Penest me krenari, Pellazg. E kuptoni apo jo? Himariotët marrin hartën e ndarjes së Greqisë, legjendën, emrin Përua, lum, drur, rrugë, i bëjnë toponime në Himar. Kjo ka ndodhur. Ky është niveli ynë intelektual. Ju faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë shkencor.